Xhamia e madhe e Prishtinës është e njohur gjithashtu si Xhamia e Sultan Mehmet Al Fatih ose më rrallë edhe si Xhamia e Mbretit. Objekti u ndërtua në vitin 1460 dhe 1461 në emër të Sultan Mehmetit II. Gjatë luftrave turke në Austri, xhamia u shndrua në një kishë katolike kushtuar Shën Francis Xavier në fund të shekullit të 17. Shkrimtari Pjetër Bogdani ishte varrosur në ato hapësira përpas disfatës së Austro-Hungarisë në 1690-ën, ai u zhvarros dhe ndërtesa u shndrua në xhami. Midis 1961-s dhe 1962-s, Këshilli i Qytetit të Prishtinës kreu restaurime dhe midis 1964-s dhe 1967-s u rinovua minaria e lartë 17 metra. Struktura përbëhet nga një ndërtesë kubike me një dhomë dhe një gjatësi anësore prej 14 metrash. Kubet e kupolës të varura nga një hapësirë prej 13.5 metrash dhe konsiderohet më e madhja në ish Jugosllavi. Ndërtesa është e bërë prej guri nga jashtë dhe me tulla nga brenda, një portik me 3 kupola të mbështetura nga 4 kolonat shtrihet në të gjithë gjerësinë e ndërtesës. Xhamia përmban piktura dekorative, zbukurime me lule në blu dhe të zezë dhe arabeska nga shekulli 18. Një rozet formon majën e kupolës. Arkitekti i ndërtesës ka punuar në stilin e shkollës Bursa, një nga më të famshme në të gjithë sultanatin. Kulla e lutjeve 14x14 metra ofron hapësira për rreth 800 persona dhe është mbuluar me arkitra në hyrje. Salla është e pajisur me një menfil, një mirba dhe një mimbar. Zona e brendshme e të gjithë xhamisë është rreth 900 metra katror. Minaria është e lartë 17 metra dhe ka 120 shkallë.